Kalzon Aisha radhiyallahu anha, thot është ardhur një grua me 2 qika të vogla të one me lyp diçka, me dhënë diçka për ushqimit. Thot Aisha radhiyallahu anha, thot nuk kum pas çka me dhënë, veçse një hurme. Edhe ja kum dhënë ata. Edhe ka marrë ajo nana këty në qika të vogla, e ka marrë edhe ka da për gjysë hurmën. Edhe ja u ka dhënë qika të sajna. E nuk ka hangër për sajna kur gja. Do të nana s'ka hangër kur gja. E kur ka shku ajo, ka ardhur Rasuli alayhi salam dhe ka kallzu Aisha radhiyallahu anha ngjarën se çu ka qenë. Doan që ka da nana për gjysë, ja ka lënë qika, veta të vogla dhe nuk ka hangër kur gja. Ka thonë Rasuli alayhi salam, ka thonë ai i cili sprovohet me qika, sprovohet në atë kuptimin i ka 2 qika, ka vështirësi mi rrit, ka vështirësi mi shkollu, ka vështirësi mi ushqy. Ai i cili ka qikat edhe sprovohet në edukimin e tyne, Allah na rujt, bjen të lashe, ka vështirësi. Kjo ka thonë Muhamedi alayhi salam ka më bë perde pe xhehenem. Domethënë këto kanë me rujt pe zjarre xhehenem. Allahu azza wa jall waletsof nanave tona. Ajo që e vlen me majt men, për kësana musliman, gjithmonë nanat tona e kanë danë mes neve, e vetë kanë me të pahangër, u kanë gjithmonë kështu. Allahu azza wa jall i shpërblef nanat tona. Allahu azza wa jall i uzoft, i mësoft, i drejtoft, i rujt pe zjarrin e xhehenem.